vi pej një vendi që dhe jegër vjen më rush në të poshtë, pej Vokshit. Kemi restorantet tona, tash për momentin me 2 pika, tradicionale shqiptare. Kem me bukollamoqe, me flija, ka dhe në 2000 kila i shti lakën racoj në vetë. Afer 20 jemi me gjithë jemi shqiptar, edhe gjithë do të ketë shqiptar, Zoti e bëkoft popullin shqiptar. Përshëndetje, mirëmbrëma, respekt për juve. Une quna i Stref Hulej, për ndryshëm thirrin Isa, jam i Kamunës Deçanit, jam i regionit Vokshit, fshatit Hulej. Bile këto shumë më besin në më thojnë, ata si se din thëmë vi pej një vendi që dhe jegër vjen më rush në të poshtë, pej Vokshit. Edhe na jemi pej viteve 91 këtu. Babën e kom pas pej viteve 70. Fati jam ka qenë pak ma i letë, sigur gjithë shqiptar tjerë, po fati jam që prindi ka qenë këtu pej viteve 70. Unë e ka marrë vitin 91, isha 14 vjeqar, dhe pej atëherë jam këtu edhe kam punu gastronomi gjithë pej viteve 91. Kam fillu bile, në atë kohë kam fillu si thmi. Jam fut me një ice cafe italiane, lejsha gota, tani aty kam fillu, kanë startu tash pej 2018 kemi restorantet tona, tash për momentin me 2 pika, tradicionale shqiptare, por edhe gjermane. Do ta ceki spari, jam falenderus shumë për popullin shqiptar, për shqiptarët që na vizitojnë gjitha trojet. Shqipëri, Macedoni, Ulqin, Kosovë, krejt shqiptarët, ka janë i kam gjithë këtu. Jam shumë falenderus. Mundohem me gjitha me tregu kulturën dhe respektin ton shqiptare, traditat tonat vjetra. Kam fillu me kësi tradicionale tonat, kem me bukollamoqe, me flija, edhe pasi që kam këtu është qendër sportive për momentin që ku jemi në qëtë pikën ku jemi këtu, janë diku për 1500 antarë që merren me aktivitete sportive, edhe këtu na vizitojnë, ka ftyra publike gjermane, edhe për gjitha anëve, krejt botës, me lojtarët Bundesligës, me lojtarët Bundesligës për basketit, me ftyra publike, me kryetar komune, edhe ma të gjerë me ministra, me kutadijone, janë gjithë këtu të ne, edhe na mundohemi prezentu traditat, kulturën tonë, dhe do të vazhdojmë deri sa të mundem. Për ata jam shumë i mburën edhe shumë krenar që pasi unë i bëj këtu edhe i prezentoj këtu sene që jam shumë i vizituar edhe jam shumë me klient të kënaqur që i kem këtu. Me punëtor jemi dikun një 5-16 vetë, jemi në qëtë pikë ku jemi qësash për momentin, jemi gjithë shqiptar, kem të ardhen për Kosovë, kem të ardhen këtu, janë gjithë familjarë. Në pikën tjetër i kem një 5-6 vetë, po dikun afër 20 jemi me gjithë jemi shqiptar, edhe gjithë do të ketë shqiptar, me gjithë shqef do t'i marrë ka i herë marrë edhe do kësi t'huj, përveç me të regu që jemi na shqiptarët, jemi që duhet me konë, edhe jemi evropian, që jemi në zemër të Europës, edhe që dim me udhëheq, dim me punu, dim me kontribu, gjitha sendet i bujmë. Zoti e bëkoft popullin shqiptar. Kam qenë dhe jam akoma i gatshëm kur ka pas raste për vdekje, për të pame që i kem në tradita tona, ja vlejoj këtu që për ma shumë si 20 vite, edhe për dasma, për sene, për zjafete, për gjitha gjërat jemi këtu. Edhe gjithë i kem bua do t'i bojmë. Tapin e kom marrë pasi kom pas kontaktet për gastronomi që i kom shërbyje gjitha krejt nacijat e dyjes, edhe kom pa që me të vërtet na mungon diçka shqiptarve, me të regu ka dale kulturën, senat tona që i kem, mikpritjen që e kem na, zemërgjërsin që e kem na shqiptarët, edhe kam fillu kallaj me shqiptar, edhe shqyqër Zotit si krejt, edhe njëherë për ja thom që shqiptarët e tana anëve,
Ka janë shqiptarë që ekzistojnë, më kanë përkra, ma kanë ep krahun edhe ja kam arrit ku jam sot, edhe jam falënderues spori pej shqiptarëve. Edhe që më vizitojnë edhe tjerë, dhe më thonë që tash për momentin jam 50-50, por shqiptarët jam falënderues pej, se mëse pako shqiptarët s'kisha mujtë kur gjo asë i gjo me bo. Edhe jam shumë falënderues, edhe respekt për shqiptarët, edhe Zoti e bekof popullin shqiptar ku do që gjinën e ku do që janë. Çdo san që e kam këtu, edhe këta të huj që i prezentoj, kam pijet e prodhimit tonë Kosovës, shqiptarëve, i kam me pite, me flija, me bukollomoqe, me gjitha, edhe me të vërtet gjitha i hajnë, gjitha i dojnë, përgjit me speca në i thojmë, ona e dugazhinit, ona e deqanit bile, edhe kanë jenë mësu me hongër bukollomoqe, përgjit turshina, lakën e rasoj, ka dhe në 2000 kila i shti lakën e rasoj në vetë, edhe këto i bëjmë krejt, kjo është biznes familjar që nona, baba, gruja, edhe vlau, gjithë familjarisht jemi, që i bëjmë, i prodhojmë vetë. Për me shku në Kosovë, na shkojmë 2-3 herë në vetë, në verë shkojmë rrim 2 javë, mas lekti, gruja dhe minja rrim pak ma gjatë, se që ashtu gastronomia shumë problem këtu, se duhet me konë të në kohën i angazhum, por prap do të mundohem sa ma shumë e sa ma asishne tradita tona, senat tona, vendin tonë mi përkra, me shku, me vizitu, thmin, me angazhu sa ma shumë poshtë, me tragu pe i kajt vinë, edhe që janë të lejme të rritun këtu, edhe me shkollat këtu i që janë. Po inshallah dash Zoti edhe lypin thminja, me shku vetë poshtë, deri stash është super, të e nejtë gati me mundësi tona, për hatër që ti gjaki si o djerë në Kosovë, edhe o djerë gjak me të vërtet shumë, i lutëm, mos e harroni Kosovën, mos e harroni vujtjet e Kosovës, mos e harroni popullin shqiptar, vujtjet e popullit shqiptar, ka do t'jeni, ka do t'punoni, shkoni ka t'muni, shkoni ka t'doni, veç mat të Kosova.